nga nukleoproteidet, nga proteinat dhe nga fruktoza. Dhe zakonisht ajo ngelet në pjesën e artikulacioneve ose derdhet në pjesën e kockave, derdhet në pjesën e nyjeve artikulare, te pjesa e tarseve, metatarseve, karpeve dhe metakarpeve. Pra acidi urik janë ato që ne mund t'i konsiderojmë si dhe disa i keni parasysh në gjuhën popullore, të cilat njerëzit i thonë që mu bën një xhungë në pjesën e gishtit dhe më dhemb. Pra acidi urik i lartë është një indikacion, vetë acidi urik është një molekule cila formohet nga mbeturinat ushqimore ose është tretësira proteinike fundore që formohet nga metabolizmi i acideve nukleike, i nukleoproteideve dhe i pjesës së fruktozës. Dhe ai mblidhet tek artikulacionet apo tek nyjet e gishtave dhe tek nyjet e këmbëve. Dhe me kalimin e kohës, kur ai rritet, mund të bëhet shkaktar për këto sëmundje, për artritin reumatoid, pra ajo që quhet edhe podagra. Podagra është ky problem këtu. Pra kur ju keni një xhungë në pjesën e gishtit të këmbës dhe e cila manifestohet me dhimbje shumë të madhe. Këtë pothuajse më së shumti e vuajnë meshkujt. Pra e vuajnë meshkujt që kanë dhimbje të mëdha me kockat e këmbëve ose me kockat e gishtave. Por si ndodh ajo dhe pse bëhet? Kur nivelet e acidit urik rriten, në gjak fillojnë problematikat. Pra fillojnë problematikat ose fillojnë dhimbjet e duarve, fillojnë dhe dhimbjet e, mund ta themi ne, të eshtrave që quhen. Ja dhe këtu kemi pjesën e një rritje kockore dhe acidi urik bëhet shkaktar për këto problematika, për sëmundjet me zemrën, për infarktet kardiake, për problemet me artritin reumatoid, për problemet e veshkës dhe për dhiamosjen e mëlçisë. Pra, nivelet të larta të acidit urik bëjnë përgjegjëse për problemet me zemrën, për problemet me veshkat, për problemet e mëlçinë dhe problemet me artritin reumatoid. Acidi urik edhe një herë tjetër, më së shumti shkaktohet nga një dietë ose nga një mënyrë e të ushqyerit me nivele shumë të larta të mishit të kuq, të alkoolit dhe të produkteve të mbyllura. Pra një dietë e marrë ose një dietë e cila është e pasur me nivele të proteinave shumë të larta, sepse të zbërthejmë pak fiziologjin, po do ta zbërthejmë në imazhet të cilat do të jenë më pas, se çfarë ndodh me proteinën, se çfarë ndodh me aminoacidet, se çfarë ndodh me bazat aminike karboksilike, se çfarë do thot fosfataz, se çfarë do thot nukleozidaz, se çfarë do të thot nukleozidifosforilaz, se çfarë do thot ksantinoksidaz, se çfarë do të thot hidroksizourat. Këto do t'i shpjegojmë pak më pas. Por acidi urik, nivelet e larta të acidit urik shkaktojnë probleme me zemrën, me arteret e zemrës, me infarktet kardiake, me mëlçinë dhe problemet me veshkat. Acidin urik e rrisin dhe acidi urik bëhet që ne mund të bëjmë një dietë ushqimore me nivele shumë të larta të mishit të kuq. Pra, sa më shumë mish të kuq, sallam, salcice, produktet mbyllura, këto mund të rrisin acidin urik, sepse vetë proteina coptohet deri në pjesën më të vogël e cila quhet baza aminike dhe baza karboksilike. Amoniaku detoksifikohet në glutamin dhe zakonisht pjesa amoniaku që ka një parametër NH3 zakonisht largohet me anë të një cikli i cili quhet cikli ures në mëlçi. Pra, nivelet e larta ose nëse ne konsumojmë një dietë të pasur me shumë proteinë, pra më dëgjoni me kujdes, me shumë dhe me nivele të larta të proteinës, rrit nivelin e acidit urik. Si formohet acidi urik? Formohet edhe nga sheqeria, nga fruktoza e sheqerit, dhe kjo nuk duhet eliminuar dhe nuk duhet, mund ta themi ne, me januar. Por ato që rrisin më së shumti nivelin e acidit urik është pjesa e produkteve ose konsumimit të lartë të mishit kuq, mishit pjekur ose mishi i cili mund konsumohet çdo ditë dhe në nivele të larta së bashku dhe me alkool. Si ndodh sinteza ose si formohet acidi urik? Atëherë, acidi urik njër është si pasojë e zbërthimit të bazave azotike ose të aminopurinave dhe të pirimidinave, ose që ndryshe quhen aminopurinat. Si formohet? Atëherë, do të kalojmë pak tek imazhi i organeve që unë t'ua shpjegoj më qartë. Më pas do të them edhe si mund të eliminohen dhe si nuk mund të eliminohen. Tani, çfarë do të thot acidi urik dhe si formohet acidi urik? U thash që bëhet shkaktar për këto dhimbjet e duarve, formohen disa gunga tek duart ose formohen ca gunga tek pjesa e nyjeve. Dhe ato janë me të vërtet
të tmerrshme dhe shkaktojnë shumë dhimbje, saqë bëhen edhe faktorë të rrezikshëm për artritin reumatoid ose për inflamacionin kronik të nyjeve të gishtave të këmbës dhe të nyjeve të gishtave të duarve. Acidi urik bëhet kështu. Si fillim, nga acidet nukleike coptohen deri në mononukleotide. Ky është pak zbërthimi gjatë fiziologjik, por do ta them shkurt dhe sipas zbërthimit vërtet fiziologjik dhe me shkencë. Acidet nukleike, të cilat formojnë dhe ADN-n dhe RNA-n, zakonisht zbërthehen deri në bazat purinike dhe pirimidine dhe më pas deri në riboz dhe deri në dezoksiriboz. Dhe acidet nukleike zbërthehen deri në mononukleotide nëpërmjet ribonukleazës si dhe dezoksiribonukleazës intestinale. Dhe nga këto del mononukleotidi. Çfarë do të thotë mononukleotid? Një nukleotid i cili përbëhet vetëm nga një varg i acideve nukleike. Dhe ky mononukleotid përsërish përbëhet edhe zbërthet nga disa fosfataza indore, të cilat ndodhen në mitokondri, që këto duan patjetër ATP. Dhe fosfatazat shkëpusin prej mononukleotideve acidin fosforik, që derdhet në pjesën e muskujve, që derdhet në pjesën e artikulacioneve. Dhe nga pjesa e acidit fosforik ngelet pjesa e nukleotidit, pra acid nukleik, oligonukleotid, mononukleotid dhe nukleotidi. Nukleozidet më pas bëjnë të mundur coptimin e nukleotideve, që prej tyre del pjesa e bazave purinike dhe pirimidine. Bazat purinike dhe pirimidine janë kryesisht bazat përfundimtare të acideve nukleike. Nga bazat purinike dhe pirimidine është riboza si dhe dezoksiriboza. Dhe më pas këto, zakonisht, bazat purinike dhe pirimidine cilat janë, pra purinat janë adenina, guanina dhe pirimidinat dhe bazat purinike cilat janë adenina dhe guanina. Adenina shpërbëhet dhe coptohet nga adenaza, pra nëpërmjet fermentimit purin dezaminazave, e cila konvertohet në hipoksantin, ndërsa guanina nëpërmjet guanazës, e cila konvertohet deri në ksantin. Pra adenina adenaza, guanina guanaza, hipoksantin. Dhe këto në fermentin e ksantinoksidazës formojnë zakonisht pra hipoksantinat dhe ksantinat formojnë ksantozinofosforikun dhe hipoksantozinofosforikun. Dhe produkti përfundimtar i bazave azotike ose i aminopurinave është acidi urik. Dhe më pas produktit përfundimtar, ky acidi urik shkon këtu dhe shkakton dhimbje të kockave, atë që quhet gut ose podagër. Pra kishim një proces fiziologjik, acidet nukleike që më së shumti zakonisht merren nga ushqimet e larta me përbërje të proteinave. Patjetër që edhe nga sheqeri i lartë, patjetër që edhe nga karbohidratet e larta, por kujdes edhe nga mishi kuq, nga alkooli dhe nga shumëllojshmëria e përdorimit të mishrave të kuq, të cilat mund të përdorim, sepse këto rrisin dal nga dal nivelin e acidit urik, që proceset fiziologjike i tham, ksantozinooksidaz, formohet acidi urik që zakonisht është struktura trioksipurinave, dioksipurinave, oksipurinave, që nëpërmjet urikazës që ndodhet më së shumti në shpretke dhe në veshka, formohet alantoini, më pas alantoini formon edhe një produkt tjetër ose një metabolit përfundimtar, i cili quhet hidroksiizourat, dhe këto shkojnë në kocka, shkojnë në artikulacione dhe shkaktojnë grumbullime të bazave azotike përfundimtare, që produkti përfundimtar i bazave purinike janë zakonisht alantoinat, trioksipurinat, dioksipurinat. Pra acidi urik është një mbetje metabolizuese e proteinave, e acideve nukleike dhe e fruktozës patjetër, që zakonisht quhet pjesa azotike e purinave, e adeninës dhe guaninës, ndërsa pirimidinat zakonisht janë pjesa e adenina të guanini ishte pjesa e purinës, ndërsa timina dhe uracili janë të pjesa e ADN-s dhe janë pjesa e pirimidinave. Kryesisht uracili është tek RNA-ja. Pra, citozina dhe timina janë tek pjesa e ADN-s. Por dhe këto shpërbëhen deri në beta ureidoizobutirate, aminoizobutirate dhe deri në pjesën e dihidrouracil, pra procese fiziologjike mirëfillta. Dhe do thonë ju, nga që kanë kaq të rrezikshme, këtë nuk ka person që nuk e vuan. Pra, bëhet shkaktar që të formojë dhe artritet reumatoide. Artritet reumatoide të cilat formohen nga metabolizmi bazave pirimid nga metabolizmi bazave azotike, që të shpërbëhet
Pjesa acideve nukleike të tepërta ose bazat purinike dhe pirimidine, që janë adenin, guanin, që shpërbohen më pas nga adenaza, guanaza ose purin dezaminazat, që shpërbohen deri në pjesën e acidit fosforik dhe deri në trioksipurinat acidurik, këto duan ujë, duan ionet hidrogenit, duan zink, duan magnezium. Dhe këto çfarë bëjnë? Që të largohen më pas me anë të veshkave, tërheqin nga trupi dhe përthithin nga trupi minerale dhe fillojnë dhimbjet e kockave, problematikat e mëlçisë dhe të filtrit veshkës. Problematika të acidit urik shkaktohen dhe me problematika të filtrit të veshkës, duke shkaktuar dhe tension të lartë arterial.